shpeshherë tek femnat menopauzë, sidomos te mosha e tretë kur ka kalu mbi 1 vit menopauzës, kemi raste kur ka kalu 10 vjet, 15 vjet në menopauzë, shfaqet menstruacioni, fatkeqësisht ato mendojnë që shfaqet gjakderdhja, saj nuk është menstruacion, shfaqet edhe mendojnë që është proces fiziologjik dhe anashkalojnë dhe vinë në stade të avancuara ndryshimeve, se në momentin që kemi gjakderdhje në menopauzë, është si alarm që duhet të vizitohet ginekologu për shkak se të përjashtohet natyra onkogjene e ndryshimeve në organet gjinitale të asaj femne. Cilat mund të jenë shkaktarët e një gjakderdhje në menopauzë, doktoresh? Shkaktari më i shpesh në gjakderdhjes menopauzë është kanceri i endometrit, i cili ne duhet ta detektojmë dhe ta zbulojmë në stadin sa më të hershëm të mundshëm. Pastaj janë infeksionet që janë shumë vulnerabël, po ashtu atrofia organeve gjinitale dhe traumat të cilat mund t'i ketë ajo femër. Por neve në theks duhet të parandalojmë një kancer të endometrit që është fatmirësisht gjakderdhja nuk do të thotë gjithherë që kemi një kancer të qafës të endometrit, po është një tregues që ke mundësi që ajo femën të është e prirur me kancer të endometrit. Dhe nëse sot është faqur gjakderdhja, te njëherë bën vizitën, mundësia që ta zbulosh një kancer stad terminal është thojase e vogël. Në krahasim me femrat tona të cilat e llogarisin gjakderdhjen menopauzë si proces normal, atëherë kalon vitet tona që ka gjakderdhje dhe në ato raste fatkeqësisht kemi mundësi të zajmë një kancer në stadin terminal të saj. Doktoresh, nga kjo që e the, po i bie që gjakderdhjet në menopauzë janë gjithmonë alarmante. Gjithherë është alarm dhe çdo gjakderdhje, jo vetëm në menopauzë, çdo gjakderdhje jo normale, jo ciklike dhe jo në periudhën e caktuar kërkon vizitë ginekologu secilën periudhë, edhe vajzat e reja, edhe vajzat e vogla të cilat kanë gjakderdhje nuk është normale, po ashtu edhe në periudhën femra kur është shtatzan, gjakderdhja nuk është normale, pastaj edhe në menopauzë nuk është normale gjakderdhja.